Me ardhjen e verës dhe mbarimin e vitit shkollor, fëmijët duan që të luajnë e argëtohen këto 3 muaj, dhe jo vetëm. Fëmijët mund të luajnë kudo dhe me çfarëdo lloj gjëje, pasi imagjinata e tyre është e pashtershme, por këndet e lojrave janë ato që tërheqin më shumë vëmendjen e tyre dhe i lehtëson prindrit. Por në qytetin tonë këndet e lojrave funksional dhe me standarde nuk ekzistojnë nëpër lagje. Ky është një problem shqetësues për prindrit dhe fëmijët, sepse ata detyrohen të luajnë nëpër rrugë ku rrezikohen nga lëvizja e automjeteve. Në Lushnjë është ndërtuar para disa vitesh një kënd lojrash i vendosur në një hapësirë të vogël tek lulishtja e qytetit, por tani është me hekura të ndryshkura, lodra të prishura që rrezikojnë fëmijët. Bashkia e Lushnjës e ka për detyrë të sigurojë fëmijëve hapësira për të luajtur dhe edukuar si kënd lojrash, pishina, kopshte e të tjerë. Kjo gjë nuk ka ndodhur në qytetin tonë. Edhe këndi vetëm i lojrave nuk është i mirëmbajtur, jo vetëm nga bashkia që e ka për detyrë mirëmbajtjen e tij, por edhe nga qytetarët që e kanë detyrë morale ruajtjen e hapësirave publike, mbi të gjitha hapësirave për fëmijët. Përmirësimi i hapësirave publike është një prej investimeve më të mira që mund të bëjmë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët tanë.